ja shembulli I një personi fjalë shumë, por manipulues dhe kundërthënës. Edhe nëse nuk arrim ta zgjedhim presidentin ose ta rizgjedhim presidenten, e afati I fundit për këtë gjë është 4 marsi, se natyrisht ekziston mundësia, jo vetëm teorike, po edhe praktike, që ne të shkojmë prapë në zgjedhje. Dekreti për shpërndarjen e kuvendit dhe shpalljen e zgjedhjeve nuk është kushtetues. Por ish presidenti I Republikës së Kosovës, zotri Hashim Thaçi, ishte larg pamës dhe me gjas e kishte njohur gjërë në detaje personalitetin politik të tij. Kryeministër më të dopt, më të paditur, më të pa përgatitur për të hequr këtë zyrë, vendi nuk ka pasur nga periudha 2000 Ndërsa zotri Kadri Veseli ishte më direkt në qasjen e tij. Bone 6 Albin, kime qenë kryetar edhe kravata kumet nejtë ma mirë, si kryeministër, shirrin kumet apo Kosova, kimi këthuj Serbi në Kosovë. Kjo është.